Selamu alaikum të gjithëve, përshëndetje, Zoti ju ruajt, Zoti ju nderoft. Jemi këtu në syfyrin e sotëm që është syfyri i tretë, që po futemi në ditën e tretë të Ramazanit. Elhamdulillah, 2 ditë të Ramazanit i kemi kryer dhe lut Zotin në mënyrë që ta mundsoj deri në fund të Ramazanit. Jemi duke bërë këtë takimin e radhës që bëhet me rastin e syfyrit, për të parë pyetjet dhe diskutimet që mund të kemi me vëllezërit edhe me motrat. Lut Zotin e madh që na i pranoi veprat e mira, na i pranoi agjërimin, e mbi të gjitha ky agjërim të jetë një shkak dhe një arsye më shumë që ne të afrohemi me Zotin e gjithësisë. Zoti na e pranoft, Zoti na falt e Zoti na mëshiroft. Qoftë ky syfyr një syfyr i hajrit, i bereqetit, i mirësisë, e mbi të gjitha një syfyr që na pranohen lutjet edhe duat. O Allah, o Zot na fal, o Allah, o Zot na mëshiro, o Allah, o Zot derdh mbi ne mëshirën tate, o Allah, o Zot derdh mbi ne mirësitë tua, o Allah, o Zot na fal, o Allah, o Zot na jep shnet, o Allah, o Zot na jep mirësi, o Allah, o Zot na jep bollik dhe furnizim halal dhe të pastër, o Allah, o Zot na mundso vepra të mira, o Allah, o Zot mos e lër njëri në mesin tonë që është pa qejf, pa shëruar, në njëri që është i smur, pa e shëruar, mos lër në mesin tonë njëri të varfër, pa e pasuruar, mos lër në mesin tonë njëri i cili ka borxhe, pa e ndihmuar që mi shlyj borxhet ja Rabbel Alamin. O Allah, o Zot, kush i do fëmijët e vet afër afroja, e kush ka në hall largoja, e kush ka në vështirësi zgjeroja ja Rabbel Alamin. O Allah, o Zot, na përro këto lutje dhe dua në këtë pikë mëngjesi ja Rabbel Alamin. Atëherë ndërkohë ne po fillojmë me pyetjet që mund të kenë vëllezërit ose motrat. Atëherë i përshëndes të gjithë edhe ju jap selam të gjithëve. Selam do thot paqe. Pra, atëherë thot nga Perugja, Zoti ju shpërbleft dhe ju nderoft. Kemi nga Laçi, mashallah. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Zoti ju rujt, e ju nderoft, Zoti ju shpërbleft. Gjithëve Trento, Itali. Allahu ju rujt. Mashallah. Ndërkohë që prap vëllezër dhe motra nga Italia na përshëndesin me selam, ndërkohë që po shohim edhe pyetjet që vinë dhe fillojnë të bëhen pyetjet. Dhe të shohim së bashku pyetjet inshallah. Vetëm se duhet hapim edhe kompjuterin që të shohim pyetjet, ndoshta i kapim më kollaj, sepse këtu në celular ecin shumë shpejt pyetjet. Bismillah. Mashallah, Slovenia, mashallah. E po shqidolin nga Tirana, por elhamdulillah. Okej, Rimini. Thot, po unë thot që nuk di të falem si t'ja bëj. Unë këtu tani direkt, po të çoj ty çfarë të nevojitet për të fal. Ja ku i ke këtu, gjitha. Sa po ta çova tani te komenti se si është gjëja që mund bëhet. Okej, ndërkohë që ne po shohim pra dhe po shohim, si më thon, pyetjet. Tash të do të na ndihmonte Facebooku pak, po prapë edhe këtu shumë ngadal ato domethënë dalin ato pyetjet. Selam thot nga Ferizaj. Në Ferizaj inshallah do të jemi sonte. Blaca Suharek, Zoti ju rujt, nga Elbasani, aleikum selam. Çfarë lam për sot thot apo të njëjtin. Kush është ky more? Okej. Hosh thot ajo të pijet ujë mas imsakut. Imsakut do thot se është mbyll gjithçka. E mbas imsakut nuk lejohet më që njeriu të mori diçka. Thot, a prishet agjërimi kur mbushet dhëmbi?
nuk prishet agjerimi, vetëm se duhet me pas kujdes. Nëse pa dashje shkon diçka poshtë, nuk prishet agjerimi. Sa është pa dashje. Frankfurti, aleikum selam wa rahmatullah. Thot, duhet më përgjigjesh në Messenger, pasi kam një pyetje. Po boje këtu shpirt, ja ku jemi këtu. Ball për ball. Tani ta fik live-in unë që shkoj tek Messengeri që të përgjigjem ty. Elhamdulillah, Zoti na dhon durim. Kam bërë një ndërhyrje në dhëmb, mirë po më thanë që mbas 10 ditësh duhet të hyj në operim. A më prishet agjerimi apo ta lej mas Bajramit? Operim ke për qëllim këtu të dhëmbët, pa jam nuk ka problem, nuk prishet agjerimi. Po edhe nëse e prish atë ditë nuk ka problem, edhe agjeron më vonë, stresit zero. Rahoveci, mashallah, Zoti ju rujt. Unë zakonisht thot shkoj dhe shfalem me shokët e mi, sepse shoh ata se si veprojmë, sepse unë nuk di të falem. Mashallah, shumë mirë. Se okej. Selam nga Kërçova, aleikum selam, nga Shkupi, aleikum selam, nga Amerika, Amerikë e birë, i rujt Zoti, nga Tirana, Allah i rujt. Unë thot, agjeroj, por nuk di të falem. Agjeroj, inshallah. Agjeroj, nuk ka problem, se inshallah vash do të mësojsh edhe faljen. Unë po të çoj diçka këtu ta kesh këtu direkt, i ke gjitha çfarë nevojitet për faljen, sa po ti nisa. Vazhdojmë. Treviglio, kështu lexohet kjo, Treviglio. Danimarka, Zoti rujt, Udine, Itali. A do vish për në iftar në Prishtinë? Varet, naftoni apo s'naftoni? Ne nuk vim paftuar. Okej, vazhdojmë. Gjermania. Prizreni thot stresit zero. Jo, ose ngrirje, mund tjetë edhe ngrirje. Amerika, aleikum selam, Ulqini, Shkupi. A lejohet të përdorësh thot medikamente për dhimbje, pra për dhimbjet nga ana poshtë. Si thonë aty në poshtë që futën nga poshtë, e thonë suppost. Nuk prishet agjerimi. Pra nëse merr personi suppost, nuk prishet agjerimi. Pra supposta nuk e prish agjerimin. Sepse është tip parastomoli, edhe nga që nuk merret nga goja e morin kështu në fjalë suppost, edhe nuk prishet agjerimi. Saraj, Zoti i rujt, Peja, mashallah. Dje isha me agjerim dhe bashkëshorti im i ka nis me pi alkool duke bërë sherr dhe agjerimi mu prish se më kapi dënesa me qajt. Po jo, pse qaj nuk prishet agjerimi. Nuk tu ka prish agjerimi pse ke qarë. Hajë shallë, qa ka not, hajë shallë, po leje me burrin, boj qa det burri, do me pi alkool, let pi, pse duhet bësh debat me burrin. Këshilloj edhe kaq. Mos boni debate, kot. Ne e këshillojmë, kaq. Do me pi, let pi. Ta pirt bolla mbar, thotë ai shoku. Stuttgarti, Allah i rujt, jam 7 zën, mjeku nuk më ka leju me agjeru, po unë i agjerova 2 ditë. Po ndiq mjekun, bëj atë që thot mjeku, se agjerimin e bën dhe më vonë, e bën më mrapa. Jam me fëmijën 8 muajsh dhe vazhdoj të agjeroj, është mirë. Po tani në qofë se agjerimi nuk të dëmton, apo nuk sill komplikacione, agjero. Amo në qofë se dëmton veten, apo fëmijën, apo qumshti paksohet, atëherë mos agjero. Pra, shif vetë. Dorsi, mashallah, doli dhe Dorsi, Slovenia, Nuremburgu, fush Kosova, Allah i rujt. Perugia. Është e forta këtu, është dikush që futet dhe u jep përgjigje të gjithëve. Është i paparë. Është një farë kelmen këtu që nuk le njëri pa i dhonë përgjigje. Është i paparë. Do ta shpallim heroin e takimeve live për këtë Ramazan.
Atëherë, a duhet ta thyrë ezanin kur ta fali namazin në shtëpi? Po. Duhet me thyrë ezanin kur e fal namazin në shtëpi. Jo më zot lart, po me thyrë. Po mundohem të shoh këtu te kompjuteri, mos po i kap komentet më ngadalë pak, po shumë vështirë. Greqia, Allahu i rujt. Si ka mundësi to që je kaq pozitiv dhe nuk bësh nervoz. Po si të merresh me ju, nuk bësh dot nervoz, do të më marr me pozitivitet. Postriba, Allahu i rujt, Vjena, Zoti në roft, Prishtina, Zoti në roft, Kuksi, Suedia, Allahu i rujt. A prishet agjërimi me marr insulin? Pra insulini themi ne nga anët tona, insulina nuk e prish agjërimin. Po në qofë se shkojmë ke dentisti, varet për çfarë shkon ke dentisti. Nëse shkon me rregullu dhomët, nuk prishet. Nëse shkon me e taku me bë muhabet me të, nuk prishet. Varet se për çfarë shko. Kështu që rregullimi i dhomëve nuk e prish. O është të falë Zotin a le pa gjumë. Çfarë më bë? Është reciproke, edhe unë edhe ju. Amerika, Zoti i rujt. Durrësi, fshati Bojan. Kemi qenë fshatin Bojan vjet më duket, po. A ke ngrënë së fyrë thotë hoqë? Po si jore, Allah ta shpërblet që interesohesh. Kam një punë të vështirë e agjeroj, po kam frikë se do e mbaj deri në fund ditës apo jo. Mundohu, nëse s'mundesh, Allahu herë tjetër inshallah. Okej, Berlini. Nëse gjatë ushqimit haron të thuash bismillah, atëherë kur të kujtohesh thu bismillah në fillim edhe në fund. A duhet mbyllur syfyri me imsak? Po, me imsak duhet mbyllur. Shifjer kur është sot o Muhammed mbyllje? Po. Allahu i rujt, thot kur të na vish nga Prizreni për iftar. Kur të naftoni, si të vion, kështu të vi rrugëve të Prizrenit, a ka dalë në kismet? Allahu i rujt. Selam nga Tapiza, o të? 4:56. Okej. Edhe 6 minuta flas për Tiranën gjithmonë, kurse ju në vendet e tjera shifeni vetë. Gotemburgu i Suedis, Zoti i rujt. Mënyrën e faljes, ja ta nisëm tani inshallah. Kam gati. Bismillah. Okej, shohim pyetjet e tjera. A dhe gratë e thrasin ezanin se unë jam e vetmja që falem në shtëpi. Mund ta bësh me lexim, e lexon, nuk ka problem. Mashallah shumë njerëz po kërkojnë se si të falemi, po ashoj linkun e gatshëm. Okej. Quhem Gesa, të hënën për 14 vjeç dhe kam nis agjërimin. Sa kam filluar të mësoj të namazin nga Qatar Charity. Dhe kur unë kam nisur, jam ndjerë shumë mirë. Unë e sugjeroj gjithë të mësojnë Kur'anin dhe për Islamin. A keni një këshill për ne fillestarët? E para ty Zoti shpërbleft, Zoti të nderoft, Allahu të dhënë sukses, edhe mashallah, të barakallah, është mosha më e mirë kur njeriu mund të fillojë jetën e tij në adhurimin e Allahut xhalla xhelaluhu.
dhe i riu, i cili e nis qysh në rini adhurimin e Zotit, ka thënë pejgamberi sa do të jetë në hijen e arshit ditën e Kiametit. Këshilla ime për fillestarët është që ta marrin me qetësi, sepse kur e merr me qetësi ka stabilitet dhe vazhdueshmëri. Kur e merr me vrull, si të shën me vrull, del me vrull. Selam thot nga Tetova, aleikum selam. Është thot me ta bëj një ftesë nga Malisheva. Kelmendi, mashallah. Bone tobe më duket. Inshallah taala. Inshallah. Thot, çfarë mendimi ke për kuranistin e TikTokut? Normalisht nuk ka dyshim që është për jo besimtarëve. Ai një që thot unë besoj vetëm Kur'anin dhe nuk e pranon traditën e profetit alayhis salam, ai konsiderohet prej mohuesve të fesë dhe të islamit, nuk ka dyshim. Sepse janë shumë gjëra në Kur'an të cilat sqarohen vetëm nëpërmjet hadithit. Për shembull, le të themi Zoti thot, ka 4 muaj të shenjtë. Nuk përmenden në Kur'an se kur janë muajt e shenjtë. Zoti thot, bëni haxhin në Qabe, nuk përmendet se kur është Qabja. Ose thot Zoti, agjëroni Ramazanin, nuk përmendet se kur është Ramazani. Ose thot, kur të bëhet thirrja për namaz, nuk përmendet si bëhet thirrja për namaz. Ose thot Zoti, o Muhammed, ty do ta lexojmë Kur'anin dhe pastaj do të bëjmë sqarimin. Sqarimi i Kur'anit nuk është në Kur'an, e kështu me radhë. Pra, janë më shumë se 300 ajete kuranore, të cilat nuk kanë shpjegim vetëm se nëpërmjet hadithit. Kështu që ky tipi që i thot vetes unë besoj vetëm Kur'anin është jo besimtar sipas Islamit. Perugia, aleikum selam wa rahmatullah. Nga Anina Greci. Mos është Janina? Janina, okay. A bon me fal taravih 4 rekat pas secili dhe 4 mesnate? Bon, inshallah Zoti shpërblet. Selam thot nga Presheva, aleikum selam, nga Thumana, mashallah Zoti ju rujt. Mbesa ime është 9 vjeç dhe djeg kishte dëshirë të agjeronte dhe agjeroj. A duhet të agjeroj një fëmijë kësaj moshe? Si ta shofi prindi, pra nëse ai mund ta përballoj, ta agjeroj ca ditë për shembull. Sa ta marri me qejf, sa ta marri me. Shumë mirë, nuk është gjë e keqe, shumë mirë. Nuk ka asgjë të keqe nëse nuk e dëmton. Selam thot nga Lushnja, aleikum selam, selam nga Kavaja, aleikum selam nga Drenica, Drenica heroike, Zoti i rujt nga Gjermania. A prishet agjerimin me boj gjilper, do të thonë me boj injeksion, ketulja, nuk prishet agjerimi. Okej. 4:56 e kemi sot. Zvicra, aleikum selam, Ferizaj. A bën me dhon lek të avis në kujtim të prindërve. Ç'është avis? Ç'është avis? A bën me dhon lek tek avis? Se kuptoj ç'është kjo? Unë jam i smurthë dhe mbaj Ramazan. Allahu ta shpërbleft, mos dëmtosh netin tat, mos dëmtoj jetën tate. Jap zekatin në momentin që plotson nisabin. A quhet pa e bërë dhe vitin, domethënë e plotson sot e jap nesër, jo, e plotson sot duhet me dhon sot, nuk duhet me dhon nesër. Duhani pas iftarit a lejohet, duhani është haram, para iftarit dhe mas iftarit. Po kur hapim, çfarë lutje bëjmë? Iku etja, u lagën damarët, u arrit shpërblimin me lejen e Zotit. Iku etja, u lagën damarët dhe u arrit shpërblimin me lejen e Zotit. Kjo është lutja që bëhet kur e çelim. Amin. Atëherë gjem pak e zanin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atëherë ky është sinjali pra që koha mbaroi dhe jemi në kohën e sefirit. Nëse jemi në shtëpi me familje, më mirë të hajmë iftar apo të falem akşamin.
e çelim me diçka, pastaj falim akshamin, pastaj hajm iftarin. A mund të blejmë një shtëpi në Amerikë sepse qiraja na rëndon shumë, edhe pse këtu është e obligueshme të paguash interes. Interesohu, domethënë, tek fetvat që kanë dhënë dietarët e Amerikës për këto lloj situatash. Besoj se e kanë parashikuar këtë lloj situate të vështirë. A duhet patjetër që kur çelim Ramazanin të jemi me njerëz apo mund ta çelim dhe vetëm? Po normalisht edhe vetëm, çfarë lidhje ka ajo punë? Hoxh, është një hoxh këtu afër që shkruan Himali. Larg atij hoxhës. Larg atij hoxhës. Mos e rini afër se e hongër. Selam thot nga Manheimi, aleikum selam wa rahmatullah. Linkun e faljes. Apo dhe ta japim edhe ty linkun e faljes. Okej. Qofse kam ngrënë diçka pa dashje, do ta prishet agjërimi? Jo, nuk prishet. Aleikum selam nga Podujeva. Prindrit janë ndarë qysh kur kam qenë i vogël, jam rritur nga gjyshja e cila ka ndërruar jetë. Më pas kam jetuar me babain dhe njerëkën, por situata përkeqësuar deri në atë pikë sa u detyrova të kërkoj ndihmën e policisë dhe të marrë urdhër mbrojtje. Tani jetoj me gjyshin, ndërsa babai nuk interesohet më për mua. Pas këtyre ngjarjeve jam afruar më shumë me fen, falen rregullisht, lutem Allahut me forcë dhe me dëshirë. Dëshiroj këshillën tuaj, më ndihmoj për këtë sprov. Am pranon lutjet, sepse më përpara kam qenë rregull. Po inshallah me shpresë Zotit. Allahut ndihmoft, Allahut ndihmoft, Allahut ta lehtësoft. Kjo është një sprov, elhamdulillah. Elhamdulillah, bëj sabër, bëj durim. Hajr inshallah, ka Zot lart. O Biliqi, djali ka 9 vjet agjeron Amazonin, po më thonë mos e le se nuk i pranohet, është i vogël. Shumë mirë të mësohet, nuk ka asnjë problemi. Ndoshta nuk e agjeron të gjitha ditët, po të agjeroj disa ditë, mësohet shumë mirë. Shumë mirë. Të mësohet me sakrificën, të mësohet me mund, çfarë problemi ka, shumë mirë. Nga Kërçova, nga Mitrovica. A mund ta pyesim aplikacionin ChatGPT për fen, po nuk duhet marrë në konsiderat, mund ta pyesësh për informacion, po është ta marrësh në konsiderat 100%. Përshëndetje thot nga Vitia, selam thot nga Tujoni. Aleikum selam. Allahu i rujt. Nga Gjermania, Slovenia, Dibra, Suedia. Djali është 9 vjeç, bën syfyr deri në 2 drekës. A mund ta mbaj në këtë formë? S'ka si problem, le ta mbaj. Slovenia. Griqani lart, Ferizaj. Prizreni, Piacenza, Itali. Nëse kur shkon në xhami dhe jemi vones për namazin e Yacis dhe kanë filluar namazin Teravis, e fal Yacin me ata, pra ata falin Teravin, ti fal Yacin, edhe je në rregull. Hosh kanë filluar të fal sabahun edhe akshamin, po nuk i di lutjet mirë dhe nuk përqendrohem ashtu siç duhet. Avash inshallah. Avash, nuk ka si problem. Djali im është 12 për 13 dhe agjeron gjithë muin. Mashallah, shumë mirë. Bravo. Nga Besana, Prishtina. Amin edhe nga Deçani. Hosh Fatmiri, të rritë Zoti. Kam 2 djemë thot, të 2 janë nga 10 vjeç pra dhe të 2 agjerojnë. Mashallah, Zoti i rujt e ndihmoft. Avis është një qendër që dhurohet gjaku këtu në Itali. Ishte i pyetje për këtë avisin. E si ishte pyetje për këtë avisin, a lejohet? Me dhonë pare. A lejohet me dhonë pare për avis?
Do më thonë për avis me kuptimin aty që japin gjak, me do thonë lek, apo qarë, apo qendrës. Thot o hosh pse më vjen me qa kur jam në Ramazan. Qaj o vlla, shkarkohu, mos e vrit menin. E qamja të liron, të shkarkon, mos e vrit menin. Unë i bëj lutjet në gjuhën shqipa, më pranohen, po pa tjetër inshallah. Allah i rrit. Kam grip dhe jam shumë keq me kollën, më nguc, pra më ngacmon. Kam probleme me fytin. Jam të një nue, e pra jam duke agjeru, po kur më rok kolli, pra kur më kap kolla, jam shumë keq, po mundohem me pështym. Mos pështy e burë në qoje poshtë, mos e vrit menin. Mos e vrit menin, stresit zero. Si ta falim Yatsin, si më para po në kote të ravis. Faleni si që falë hoxha këtë xhamia. Selam thot nga Borreli, aleikum selam wa rahmatullah. Librazhdi, mashallah. Ta tipa që pasi të bëjnë iftar, pinë alkool. Allah jo zot, shpun kemë ato të më shpirt, të shqip punët e tuja. Këto tipat që pinë alkool mas iftarit, shqip për vlahallet e tuja, që tuat ty me tipat. Hoxhi Liri, Allahu të rujt, nëse falë 2 sunet sabat në shpi, pastaj 2 rekate të hyrjes në xhami, mes ezanit dhe ikametit. Dhe kjo çdo ditë Ramazanit, a llogaritet si risi në fe? Jo. Si ti e ke detyrueshëm që kur futesh në xhami të falësh 2 rekat të hyrjes në xhami. A prishet agjërimi nëse hedhi milaç me pikan hund? Po. Rrezikon të prishet, padyshim. A mund t'i pastrojmë dhëmbët? Po në kombodat videon e famshëm me furçe, të i pastru. Korça, Allah i rujt. Po Gradeci, Allah i rujt. Milano, mashallah. Bremen. Hoxh, po bën punë haram, a mund ta agjërosh? Duhet ta agjërosh, pavarësisht punës haram. Duhet ta agjërosh, nuk ka lidhje. A prishet agjërimi kur jep gjak për analiza? Jo, nuk prishet. Londra, mashallah. Kur jepen vitrat në fund të Ramazanit, inshallah taala. A mund të pastrojmë dhëmbët në mëngjes? E tham, kemi bërë dhe një video për këtë punë, kështu që lejohet. O Biliqi, Allah i rujt. Linku i faljes, merja këty në tjerve që ja kom quke komentet më përpara. 7 zën e kam djal, a bën me emrin Rohel? Po, bon, mashallah. A lejo të përdoren tabletat hipertensiv në gjuhë? Po, nuk e prish në agjërimin. Pra nëse vendosim adelatin këtu, poshtë gjuhës, për tension nuk prishet agjërimin. A lejo të bëjmë iftar në një restorant ku gjatë vitit shërbehet alkool? S'ka lidhje fare. Nuk ka lidhje. Është njësë se kur thuash ti gjatë vitit a shkon të ka i restoranti me pi kafe? Po si ka mos ju lejo ka me pi kafe edhe së lejo ka me hongër iftar. Trunin, kur të keni ko venin punë. Jo gjithmonë, po her mas here. Si tha i tha, kishte njoni po shiste trunë dhe me këtë të ta mbyllim. Truni Amerikanit tha, sa kushton? Tha truni Amerikanit $500, shumë mirë. Truni Gjermanit tha, sa kushton? Truni Gjermanit tha kushton $1.000. Po ky truni këtu tha që ka çmimin $10.000. Thash ky është truni shqiptarit. Po pse? Se nuk e vend punë fare, tha e ke xham, e ke fringo, siç ka dal nga fabrika. Kështu që kur të keni ko vejnë në herë trunin në punë, që mos tjetë aq shtrenjtë, ti ullet pak çmimi. Selam thot nga Lunenburgu, ju rrit zoti o zoti mot. Se ku bjerë kjo Lunenburgu? Në Gjermani. Po, burg, tamam. A mund bëjmë për shembull dhikr 1000 herë, a më në 1000, 2000 vetëm bëni dhikr sa më shumë. Okej, atëherë po mjaftohemi me kaq inshallah taala se
A i ka 16 rekate namazit të ravis apo më shumë? Fali aq sa që fal imamit tek xhamia ku jeti. Selam thot nga Perguti i Austrisë. Aleikum selam. Kur lutesh, a je i detyruar të thuash lutjet sipas originalit? Po, disa nga lutjet, sepse ti mund të lutesh në shqip, po janë disa që duhen bërë patjetër sipas originalit. A mund ta falim sabahun 15 minuta para se të thirret ezani? Jo, s'mund ta falësh në asnjë mënyrë. Selam thot nga Filadelfia, të rritë Zotit. Ku mund të gjejmë ato pyetje përgjigje që dalin në YouTube? Futu ke faqja ime YouTube-it. Edhe thu ku të gjej pyetje që dalin në YouTube, edhe në YouTube pra, ku më gjet? Tek YouTube-i. Unë punoj estetiste, thonjsh, am prishet agjerimi për shkak të plurave, duhet vendosësh patjetër mask. Dhe vendosësh patjetër mask. Kam gjuna që nuk shkoj dot për terapi sepse me paralizuar, jo. Nuk ke gjuna, falu ke shtëpia. Këta që kërkojnë linkun e faljes, të shifni ke komentet, e kam çuar njërit dhe merren e ju, se nuk ka qenë dot gjithë burrit e. E kam djalin 18 vjeç, po nuk i fal gjitha namazet, ai pranohet agjerimi, po inshallah, ai pranohet. Avash do të bëhet ai çuni mirë. Avash. Me shpresë Allah. A mund ta falim sabahun 20 minuta përpara? Njoni tha 15, ti ky tani thot 20. Do të vi pyetja tjetër, do thot, a lejohet me fal 30 përpara? Vi tjetër thot, a lejohet me fal një orë përpara? Në punë pak, jo shumë, pak. Barileva, nga Bjerme. Barileva. A bon që ti falim teravit 4-4? Bon, përderisa është një nga medhebet që e lejon, është okej. Një pyetje e futbollistëve që janë në aktivitet a lejo ta agjerojnë pasi humbi shumë energji gjatë stërvitjes. Çdo njeri që është futbollist ose në sport ose ka punë të vështirë e nis agjerimin si të gjithë tjerët. Nëse arrin në një fazë që nuk e mban dot më, e ndërpret. A prishet agjerimi kur bën PRP në kokë? PRP mos ka për qëllim kështu ekon, atë skanerin. Nuk prishet. Radusha ju përshëndet, aleikum selam. A prishet agjerimi po të mbushësh dhëmballën? Pa e tham pra pak më përpara, kur mbush dhëmbin nuk e prish, edhe dhëmballën në njëjta gjë. Sa e thonë Zot na jep durim. Kur jemi agjerim, a lejohet më shku tek ginekologu? Shko tek ginekologu, ja. Nëse nuk ka ginekologu, shko tek ginekologu, nuk ka problem. Nuk prishet agjerimi. A ka problem se zëgju me kalon namazit dregës? S'ka problem, kur çohesh falet. Selam thot nga Alaska dhe me këtë selamin nga Alaska do ta mbyllim. Ju rujt Zoti e ju shpërblev Zoti, jeni shumë të mirë e Zoti na dhën durim me humor me ju. Allah ju dash fort. Mirë, nga Carolina, Allah ju rujt. Mirë, Zoti ju nderoft, Allah ju dash fort. Ju du shumë të gjithë dhe pa përjashtim, Zoti na falt e Zoti na mëshiroft, sepse edhe unë duhet bëjmë gati që të shkët kap namazin ke xhamia. Ju rujt Zoti, selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh.